Padyshim është pa kontestueshme se çdo prind don me pa fëmijën e tij ashtu si është më së miri. Madje shumica e prindve mund të thonë ndoshta me përjashtime të rralla, por kanë qenë me pa fëmijët edhe më mirë se vetë qenë ata. Padyshim. Do të thosh po them ndoshta relacioni vetëm ku nuk funksionon xhelozia dhe zelia është prind-fëmija, Nërdo normale, se Zotë në rujtë ka dhe prind që gjelozojnë, kanë zëli fëmijët e tyre, Allah në rujtë, por po thamë përgjësi, relacioni vetëm ku nuk gjelozohet, nuk ka zëli është kërë relacion aftën. Andaj, gjdo prind ka dëshirë me pa fëmijët e tij që mas miri, mburret me te, krenohet me te, kështë më ratë. Mirë, po edukimi i fëmijëve nuk është një qef, nuk është një dëshirë, nuk është një ëndër, po është një proces i ndërtuar në rregulla të caktuara. Veçanërisht në kohën tonë. Më herët edukimi i fëmijëve ka qenë më i lehtë, nga se jeta ka qenë më e thjeshtë, më e lehtë, më pak e komplikuar. Dhe nuk ka pas ndërhyrje nga jashtë, shumë më pak. Sot kemi shumë ndërhyrje. Ndërhyrje nga televizioni, ndërhyrje nga interneti, ndërhyrje nga shkolla, ndërhyrje nga shoqëria, ndërhyrje nga shumë ndërhyrje. Dhe disa nga këto ndërhyrje mund të jenë për krahje për prindin në edukim. Por disa nga këto mund të jenë edhe, do thotë, ato që e vështirësojnë procesin e edukimit. Prandaj kërkohet nga prindë që të jenë vigjilant, të jenë me të vërtetë të përgatitur për të edukuar gjenerata. Fatkeqësisht sot tek ne për shembull nuk ka trajnime për prind se si duhet edukuar fëmijët tonë. Për shembull të ketë, sikurse e kam përmendur në disa raste, të ketë trajnime për prind se si duhet për shembull të mbrojnë fëmijët nga viruset e interneteve. Të ndryshëm, që sot fatkeqësisht po na infektojnë fëmijët tonë në rrafshe të ndryshme. Në shumë mënyra. Ekstremat. Andaj duke pas parasysh se është një proces i që ndërtohet në rregulla, në mësime të caktuara, në mënyra të caktuara, veçanërisht në kohët kur komplikohet procesi i edukimit, padyshim se ndodhin gabime, ndodhin mësime nga ana e prindve që mund ta dëmtojnë në masë të vogla apo në masë të madhe, mund ta dëmtojnë procesin e edukimit.